realiteti është te i ulur për të mos thënë është zero. Sepse ajo është një procedurë, ligji e ka zgjidhur shumë qartë se si zgjidhet kreu Byro Kombëtar të Hetimit. Organet verifikuese, organet zbatuese, drejtorisë të informacion klasifikuar, SPAK-u me strukturat e veta, informacione të tjera të organeve të shtetit shqiptar i kanë bërë të gjitha verifikimet. Dhe nuk besoj se do të ketë arsye pse duhet të prishet. Pra pse duhet kthehet për shqyrtim. Rastet jashtëzakonshme janë nëse nuk plotësohet rrugë e nevojshme, e cila edhe kjo është mund të paktën në dijenin time sot di që anëtarët e Këshillit të Prokurorisë janë pranishëm gjithë sot. Kështu që plus është një çështje të sensitive dhe e shikoj zero për gjykimin tim. Pra gjithmonë tim. Mund të themi që në këtë rast KLP-ja pra duke qenë se verifikimet i kanë bërë institucionet e tjera është ndoshta noter jo, po thjesht për të volosur atë që ka ardhur. E ka zgjidhur. Këshilli i Lartë i Prokurorisë është e vërtet, po Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka marrë gjitha materialet. Pra, nëse do të ishin përpara këtij fakti, ashtu sikurse juve theksoni, për shembull, që kandidatura joni ketën sot ka shkuar, po ka shkuar me mangësi të theksuara, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka patur të gjitha kompetencat që ta kthente, të shikonte ku kishte mungesë dokumentacioni, të verifikonte vetë, pra më kuptoni ka të gjitha kompetencat Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Kështu që unë mendoj se kjo çështje është e mbyllur. Domethënë, paktën për gjykimin tim është e mbyllur. Zoti Bate, po, Joni Keta vjen nga brenda BK-s. Edhe kjo është e mirë sepse e njeh sistemin. Po ndoshta mund të shikojmë në anën tjetër që mos ky institucion ka nevojë për njerëz që mund të vinë nga jashtë për t'i dhënë një ritëm tjetër. Shiko, unë kandidatur, personalisht unë e njoh të djalin dhe kam konsiderata, ai vjen nga një strukturë hetimore, sepse ai nuk është erdhi nga një, domethënë i panjohur, një person i panjohur, pa kontribute, ai vjen dhe ai ka qenë nëndrejtori i Byros Kombëtare të Hetimit. Ai çështjen e njeh, është e njeh shumë mirë. Pra është një lloj sigur të shkoj unë sot të vetë kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Absolutisht unë e njoh, sepse unë kam qenë zvendës kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vite të tëra. Kështu që e njoh si strukturë, e njoh si funksionon, e njoh bazën ligjore, pra më kupton, e kam shumë të thjeshtë. Kështu që unë mendoj se kandidatura e Joni Ketës është e përshtatshme. Megjithatë, aty të gjitha kandidaturat për mua kanë qenë me integritet. Të gjitha ato kandidaturat të cilat janë verifikuar nga SPAK-u. Por duhet të kuptoni që konkurenca ose gara shumë e ngushtë aty. Pra edhe për personat e tjerë. Prandaj edhe kjo kandidaturë është votuar për gjykimin tim nga SPAK-u, nga prokurorët, të ngarkuar me këtë detyrë për të verifikuar deri në fund dhe për të dalë një konkluzion të qartë. Dhe për mendimin tim kanë zgjedhja shumë duhur. Zoti Bazaj, tek kushtet për garën, ju tha që diferenca ka qenë shumë e ngushtë. Ndoshta këtu mund ta ketë bërë diferencën edhe kriteri i përgatitjes fizike, ndoshta. Por a ka disa kriteri që ndoshta mund duhet i parë? Nëse unë do të isha sot te pjesë e komisionit të amendimeve të ligjeve, një ndër to ishte pse i duhet hetuesit të Byros Kombëtare të Hetimit që të kriteret fizike. Pra, tim atë marrëm një atlet dhe e çojmë domethënë që drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit. Aty do të jesh një jurist i përgatitur, jurist i cili ka njohuri juridike për sa i përket hetimeve dhe absolutisht, nëse do të kishte edhe një uri civile, sepse drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit do të ketë një aftësi absolutisht jashtëzakonshme dhe të gjithashme. Do të jetë absolut. Për shembull, edhe në trajtimin e çështjeve se kur bëhet fjalë te konfiskimi i pasurisë, kur bëhet fjalë te mënyrat e fitimit të pronësisë, kur bëhet fjalë tek transkriptimet e pronave, kur bëhet fjalë te trashëgimia, sepse kemi të bëjmë, nëse kemi asete kriminale ku të cilët trashëgimlënësit ka vdekur, do të hetohen, pra do të jesh absolutisht i gjithashëm. Dhe unë gjykoj dhe mendoj se kjo kandidaturë është i përshtatshëm për këtë funksion sot. Po, nëse do ta vlerësonit me një notë mandatin që mbylli Aida Hajnaj, si e shikoni punën e BK-s? Sepse ka qenë gjithmonë në hijen e SPAK-ut, edhe SPAK ka qenë pak e menjanuar në media, e kanë fjalën. E kuptoj. Është ajo motorri. Duhet pa disa këndvështrime. Realisht, Aida Hajnaj me zotin Domani, domethënë i normalizoi goxha marrëdhëniet pavarësisht. Realisht ato duhet të ishin dy institucione të paktën në gjykimin tim, dy institucione të ndara nga njëra tjetra. Unë kam gjetur disa probleme kur kam qenë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Për shembull,
për sa i përket përgjimeve të tjerë ku ka atributet policia, domethënë Byroja Kombëtare të Hetimit, e cila ishte penguar. Unë kam ngritur publikisht faktikisht, jam drejtuar zotit Kraja jo një herë, po disa herë në mbledhje.